falë me tanë, sepse nuk jam unë, a i që doli, se di kush doli premierët. Më falë, se jeti? Ona. Si jeti? Nuk e falë e tanë. Eja. Pra në me pantuar për allit. O, dyshja. Po, Armelën këtu e ke, do e kesh afër. Ka më manete për kesit. Kesit. Pishmane. Urdha? Pishmane. Pishmani? Ke apo jo? Po, shumë. Në rrallë parë, një nket që ajo që nulli prej... Unë jam mësuar, dhe me thonë mikurit atë mitë, po në mënyra tjera. Më vjen keq kjo që nulli, sepse nuk ashtë mu njofin shoqënia ato, nuk ashtë të se, në unë s'kam këthy fjallë kur njerëzve asë i gja, po u revoltova për arsyet e përgjithshme të shtëpisë, kurse te pjesa jeme e ka mojt vetin. E ka mojt vetin. Kristi t'ja ma fru sa herë me të mirë gjithmonë, jo Kristi vetëm tonëve, vjen keq vetëm se s'du me lani përshtypje të keqe të njerëzit për atë gjë që kam bë. Vjen se di se si e ka prit familja jeme, sepse gjithmonë e kam thënë, edhe pa thënë për çdo fisë ka i pjesë e pisi jam unë, edhe kështu që s'kam dash gjithmonë me lan një shej të keqe, kam dash me lan ata pjesë më të mira, po se di. Çdo fis e ka një fis. Ka dhe fise që kanë disa pisa. Por mos e shiko ashtu. Shikoje të gjën si një diçka që të bëj të mendosh ndryshe në të ardhmen. Kjo sepse nuk e di se sa e digjoje atë që thuhej aty brenda, edhe nga ata që i kishe miq, po në vend që ti të vendoseshe me këmbët e tua, kemi diskutuar shpesh edhe në këto 2 javë në Prime, u vendose në një kuptim si ata e thoshin hija e dikujt, pra si Gomori. Pastaj në disa raste në momentet kur krijoheshin një grup që ishin të gjithë dakord dhe ti ishe pjesë e atij grupi kohëve të fundit me Stinen, me Armirin, pra nuk është se doje që të qëndroje vetë dhe të tregoje veten tënde dhe thoje, unë nuk jam dakord. Ja, unë vetëm 2 ditë e fundit kam folë për situatën e Stins dhe edhe Mirit, nuk kam folë hiç, kam kënë krejt i distancum të çdo situatë, kam mojt ata situatat e mira, vetëm me Ilirin kam kënë më afër. Nëse do hyje prap, çfarë do bëje ndryshe? Nëse do hyja prap, këto gjanat arrogante, nështë edhe i fije pak me revoltimet, do t'i kisha frenu, sepse unë kam thonë arma jeme ftofta qetësia, edhe kur e kam deklaruar në për audicion, edhe më vjen keq që kam zhgënjur nështë edhe ato pak njerëz aty që mendonin që do shifshin i diçka të mirë tonë. E qartë. Jo vetëm vetin, e kupton. Monika. Normalisht është interesant që i bën studio. U kthye pak ta më fal. Po sepse e ka kuptuar dhe vetë çfarë gabimi ka bërë, edhe pse ne ju a thonim her pas here që këtej që pushteti të prish, kaq. Po të merr qaf. Pushteti të prish. Të korrupton. Ashtu. Sero është edhe ajo që tha dhe Ledioni që po të hysh prap do të veprimet e tua ishin të panevojshme, sepse konflikti nuk ishte me ty, konflikti ishte me të tjerët dhe ti shkoje vetë ofrohesh. Gjë që nuk je ai ti. Ti nuk je ai, ti je komplet një gjë tjetër. Ne njihemi shumë kohë bashkë, por nuk je ai ti dhe kjo ndoshta ishte edhe ajo që ty të nxori edhe para kohë. Për mua ke dalë për 3 arsye. Arsyeja e parë është që shpesh herë mund të kesh dalë pak si arrogant në disa situata. E dyta është Casey, arsyeja, sepse ky televotim në konvështrimin tim ishte i fortë dhe Casey e faktorizoi disi Kristin nga bullizimi që i bëri. Dhe arsyeja tjetër është po me Caseyn, po është indirekte në konvështrimin tim gjithmonë, që Casey po i hyn ishe dashura. Dhe ka një lloj kurioziteti. Apo diçka që ka një lloj kurioziteti nga publiku se si mund shkojë një marrëdhënie që bona kurbani dashurës keq atë. Dhe
kam vënë re që ti ishe nga ato banorë që e ke dash lojën, e ke dash Bigun. Po njëkohësisht e di që nuk e fat në lojë. Jo, po edhe në... Treblusim nga djekë gjithmonë, se thatë për 3 arsye. Jo, po edhe në nominimin e më përpara, për shembull, ti prap nominove gabim, nominove Angelon, prap lojtar të fortë, midis te edhe Angelos. Angelo ishte më i fortë se ty, ndërkohë që Lorna nominoi Xhodin që ishte inekzistente për atë prime. Pra, ke lëviz taktik për mu taktikisht. Taktikisht gabim. Tani Ja bëjmë pyetjen apo e dim përgjigjen? Jo, mos, si dihet. Si dihet? Nuk i dihet. Okej. Kush e fiton Bigun? Ilir Vrenozi. Pashtra. Po nuk e trahton ai Ilirin deri në vdekje. A? Ai çam vallon mu Ilir Vrenozi këtë ditë. Do të thonë jo vetëm mu, po besoj vallon tonë shqiptarëve. Është diçka një emocion i jashtëzakonshëm për te Ti e lojë. ke qesh shumë. Ti ke qesh shumë, sa ke qesh aty në atë shtëpi, ti besoj kush e Se di. di, tonë ata vështirësitë e emigracionit, ndoshta e kam deklaruar aty se më kojmë shtulla ndaj fjalë, po di me thonë që Ilir Vrenozi është i mrekullueshëm. Shiko, kam përshtypjen Seno, sikur se bëre një bisedë të sinqertë sot me Juelën, o sot o dje diçka e tillë, që ajo po të asaj ti thrisje Laroshe edhe po të pyeste s'm ke treguar asnjë gjë për veten tënde, pra si që shtek. Edhe ti the që po do vi dita. Po ndërkohë, po të kishe arritur të balancoje atë gjën me këtë gjën, mbase do kishin parë njerëzit një Seno më të kompletuar. Pra, nuk do të kishin parë vetëm si ky njeriu i ashpër edhe i batutave agresive, i luftarak i mbase, them si dihet. Po që kjo është për kur të rifutesh prap me Armelën te Big Brother i ardhshëm. Seno Kishta, faleminderit shumë. Dhe vetëm pas pak, ata që nuk e din aty brenda që paralel me ta ka një ambient tjetër ku jetojnë banor të rinj, do ta marrin vesh ku janë dhe kush janë, se kjo është më e rëndësishmja. Si do të jetë reagimi i tyre, është i gjithi për të zbuluar mbas kësaj shkëputje.